Një grua sensuale dhe guximshme, në kërkim të vetvetes dhe të lirisë. E tillë ishte dhe vazhdon të jetë edhe sot, një ikonë e feminizmit, Masha Meril, e cila në vitet 60 i dha jetë filmit Një grua e martuar të regjisorit të njohur francez Jean-Luc Godard. Për herë të parë aktoria ka vizituar Shqipërinë, ndërkohë që filmi Godard është faqur në Kinema Millennium në Tiranë. Nuk e kisha parë filmin prej shumë kohësh dhe u surprizova se është shumë modern, shumë më tepur se shumë filma që bëhen sot. Kur vendosa të bëhesha aktore, ishte për të bërë filma si ky, jo thjesht të isha aktore. Filmi vitit 1964 tronditi shoqërinë e kohës. Ai mishëron portretin e gruas shtëpiake, e cila del përtej kufive të vendosur dhe thyen tabu. Kur doli filmi ishte skandaloz, tani nuk është më, sepse gruaja kontrollon trupin e saj. Gratë nuk janë më në errësirë siç ishim ne atëherë. Unë jam një besimtare entuziaste e kinemas. Kur kinemaja është e mirë dhe poetike, të arrin ty dhe nuk e harron. Ky prodhim kinematografik i Godard është përshkruar edhe si një film për bukurinë e një gruaje dhe shëmtinë e botës së saj, ndërkohë që është dhe një kritikë e ashpër e kulturës së konsumit dhe obsesionit të ndërtuar nga media në lidhje me imazhin. Filmi është një hulumtim mbi individin, një vepër e madhe artistike dhe intelektuale në kërkim të emancipimit.